Një grup profesionistësh të psikologjisë nga Korçë ju nështruan testimit të rilicencimit. Ky test përfshin psikologët të cilëve ju ka skaduar afati i lejes së ushtrimit të profesionit dhe nuk kanë arritur plotësojnë kreditet e nevojshme për vazhdimin e praktikës. Testimi i rilicencimit organizohet çdo 3 vjet dhe shërben si një mundësi për psikologët që të rimarrin licencën përmes një provimi në rastet kur nuk kanë pasur kohë dhe mundësi të marrin kreditet e duhura përmes trajnimeve gjatë 5 viteve të fundit. Sipas rregulloreve, grupi i parë i psikologëve të licencuar në vitin 2017 duhet të arrijë 80 kredite gjatë 5 vjeçarit, ndërsa grupi i dytë, që prej qershorit të vitit 2018 në vijim, duhet të përmbushë afatin prej 100 kreditesh. Në një mas të përkohshme të lehtësimit, urdhri i psikologut ka toleruar këto kategori, duke ulur numrin përkatësisht në 70 dhe 50 kredite dhe duke dhënë kështu mundësinë e rëndësishme të profesionistëve që të vazhdojnë aktivitetin e tyre. Për të përfituar këto kredite, të gjithë psikologët e interesuar janë duke ju nështruar testimit të rilicencimit. Kartat e antarësisë për psikologët e rinj janë duke u shpërndar dhe ato mund të tërhiqen nga të gjithë ata që kanë aplikuar. Kjo më synon të mbështesë profesionistë të rinj dhe të sigurojë vazhdimsinë e praktikës në fushën e psikologjisë, duke pasur parasysh nevojat për zhvillimin profesional të vazhdueshëm.